Dindi pyetje për shembull, në falë xhamoja, po edhe dreka, a nuk falet edhe dreka. Për shembull se I kemi po rastin që për shembull na falin xhamoja dhe shumë të shtëpia dikush vazhdon edhe me dreka. Çfarë tak na, s'lavon çfarë. Kjo puna me hap pyetje është mirë, apo po me njëon tani slet temë me fes pa u preka, pe xhamos dol. Po mirë është që po bën pyetje. Profesori është që na për me zgjedh një problem caktuar, a është mirë a nuk është mirë, apo duhet gjithmonë të referohemi në burimin e caktuar. Se nëse mungon referenca, atë gjithkush mund të thonë kjo mirë, po pse është mirë kjo? Kjo është mirë. Dhe Allah xhallahu nuk na kalon neve që çdo kush me thonë çka don çka mërmend. Po rregullu kjo përmes një burimi të caktuar që është Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam a ka folë në gjumon ose ka folë gjumon kur? A I karon me folë gjumon në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Po që karon shumë shpesh I karon. Çdo javë ka folë gjumon. Çdo sarë e premte ka folë gjumon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj një veprim që ka bërë shumë shpesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shumë lehtë kena me definu se ç'është bëhet kjo punë. Në veprim që si karon me bukur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aty mund me lind puna a e kish bot të shkon mundësia, se kish bot të shkon mundësia, këto ma problem nuk mund me në shkaktu. Mirë po, momentin kur diçka ka bo vazhdimisht, çdo javë, u kon shumë publike, gjumon se ka fal, me grunë vetë shpe, e tash dim ç'është ka bo, se kamera s'ka pas, por ka fal publikisht në xhami, ka qenë tubim I hapur, andaj shumë është lehtë me përcaktu se ç'është falet xhumaja. Asnjë transmetim nuk përmendet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do thot pas faljes namazit mos e ka falë. Nuk ka asnjë transmetim që thuhet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas faljes namazit mos e ka falë drejt. E pika umet kjo. Ma vonë duke pas parasysh se në Medinë ka qenë një xhami që në të u falë gjumaja. Do thot, ka qenë një xhami kryesore, xhamia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sot që është, dhe ka pas ma larg mesgjidet vogla. Do thot, fisit caktuar ka pas shtëpi larg, s'ka mujt marrë më falë xhami për 5 vaktet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka legjitimu atë mesgjid që falën atje ju. Mirë, po kur vjen koha e xhumos, krejt mbyllen edhe vinë falën në xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me shtimin e muslimanëve dhe me shtimin e xhamive pastaj është normalisht ka humbë mundësia që këtë më falë me një vend. Edhe atëre halifja ka legjitimu që tu falë gjumaja ose që tu falë gjumaja. Se edhe në botë në Arabë për shembull që është me rregullu me normalisht. Në shumë vende në nivel shtetë në Arabinë Saudite për shembull ka në mahall 4-5 xhamia që falet namazi I rregullt. Kur vjen koha e xumos, mbyllen katërtat, falën me 5 në krejt. Të bëhet një farloj, xhamia, gjënë arabe është el xhamia, që nuk kupton të bimin e njerëzve. Se faltore ku falen të mesgjid, kanë ku njerëz bëjnë sejdë, mesgjid. E po el xhamia madhe është ku njerëz pubohen, grumbullohen edhe e kryjnë një obligim caktuar. E tash, për shkak pamundësisë nga njerëzit që njerëz mu falin krejt xhamiat, me një xhami domethënë, disa për djetarë kanë thënë që na nuk e dim se cilën xhami është dash më falë. Pas që veç njëun është dash më falë, po është shkip gjumoja. Apo na falim gjumon, se duhet me falë, mirë po, për shkak se nuk e dim se o dash këtu më falë, apo këtu, apo atje, ka mundësi që kontestohet gjumoja. Për shkak se na shpërnda shumë xhamia, edhe për shkak kësaj shpërndarje ne e falim edhe drekën, që nëse gjumoja ka qenë kontestuese, kemi drekën të rezervë. Don, që kjo është ai kuptimi që I ka shtyr me e thotë me falë gjumon. Andaj, kjo arsyetim është që më përmend, mirë pa është I qëndrueshëm, themi se nuk është I qëndrueshëm, për shkak se për shumë shkaqe. E para, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk lejohet për një musliman që ta falë namazin 2 herë. Për shembull, ku fal drekën, edhe tani s'po dia im koncentru sa duhet ajo, për falë dhe herë më mirë, s'ka kështu. Ose e ki namazin në rregull, apo në kuptim të vlefshmërisë, ose nuk e ki në rregull.
Nëse se ki në rregull, anulohet e para, edhe e dyta vlen. Po nuk ka mundësi dy namazë mu fal, edhe nuk e di cili nuk ka në rregull, pas paku kështu s'ka në Islam. Se duhet ja është, ja nuk është. Prandaj, nëse ne arrim deri në shkallë të dyshimit, se xhumaja nuk është valide në gjitha xhamiat, apo atëherë ato xhamia që mendojnë se me çdo kalkulim, si shfal xhumaja atje, e të me falë një drekën këto dhe të ke fundet. Pse kjo është obligative, kështu mu bo. Nga se mirë është mu të bu njerëz me një vend me falë gjumon. Po, në momentin ku nuk e këtë mundësia, ku do që të falë gjumoja? Që është xhami që falen 5 kohë namazit. Edhe grumbull njerëz të falën aty, gjumoja është valide. Nga se djetarët islam, kur kam përmend kushtet e vlefshmërisë së gjumos, kanë fillu duke thënë se, disa kanë thonë me konë 3 vete, disa kanë me konë 5 vete, disa kanë 7 vete, mirë po, të gjithë nëse i merr këtë mendimet të dietarëve, krejt mendimet e dietarëve, e sheh se në çdo vend xhami ton ku falet xhumoja është e vlefshme. Ase s'ka alim që ka thonë nëse në 1000 vjet s'bën më fal. S'ka kështu. Thash e kanë thënë 3, 7, 10, thuj 50, mirë po s'ka më tepër që kanë thonë se do të më fal xhumoja. Andaj nëse është xhami 5 vakte, është grumbull njerëz që janë aty, është imami i rregullt që u fal hutbën e xhumës i kryp të punë, atëra nuk ka kur fare arsye me kontestu xhumën. Dhe përdesë nuk kontestohet xhumaja, atë nuk ka nevojë me fal drekën për zdytje. Vetëm kam net tradit, vazhdohet kjo, tash na duhet të punu gradualisht që këto gjëra të largohen. Nuk është lehtë më bën nga se ka njerëz që e kanë ushtruar këtë vepër me vite të tëra. Mirë, ai e kryen këtë punë, nuk duhet na për këtë me hin konflikt. E ki keqë se ki mirë, ai vazhdon me ato të vetën, nga se dha e ka dikun një burim. Edhe ai dikun e ka ngu, apo për këtë çështje ai vazhdon me vetën, por nëse na bindemi se nuk ka nevojë, atë na nuk duhet me vazhduar këtë drejtim që ta falim me drekën. Nga njerë ndodhë që qëllojsh në saft parë, apo edhe njerëz në të u falë. Edhe tash s'ka mu falë. Mos e falë drekën, apo s'podhëm të falë drekën, mirë po edhe mos i shesa njerëz duke kalu në safa, mi kalu njerëz duke u falë është të më radhë, falë namaz në file, ose falë sunet në gjumas. Nga se gjumaja ka sunet, nësë që të përfundan, ka sunet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka hadithin Buhari, nga njëre i ka falë 2 recate, nga njëri ka falë 4 recate, madje 4 minimum që i ka falë 6 recate mas gjumas. Gjitha këto janë valide. A është obligative? Jo, nuk është obligative. S'është, ja, suneti, gjumaja është obligative. Se gjumaja po? Po mas asaj janë sunet. Janë nafile vullnetare, falesh ato sunet, sikurse sunetin e parë drekës, sikurse sunetin e 2 drekës, sikurse sunetin e akşamit yatsi si fal, që ashtu është edhe kjo. Unë po them me rast, domthonjë që njëri sunetit është padyshim shumë më preferuar me fal të shtëpia. Nëse ka problem më të madh me fal sunetin në shtëpi, sikurse shpëlimi është më i madh me fal farzin në xhami. Por nuk t'japet mundësia ke çtu përpara xhumaja, zakonisht ka kallabllak, dhe shumë njerëz jesin të fal drekën për mas, atëherë nuk mundesh me dal në mënyrë qetë, nuk mundesh me dal në mënyrë pa shqetësu kërkan, rreth vendit, ose bëj dhikr, ose lexo Kur'an qetësi, ose falë sunetin e xhumas dhe me këtë vëzhgjidhje inshallah për ato që vjen duke fol. Andaj me një fjalë nuk ka drejt mas xhumas, edhe tek ne, domethënë është e dishme se muslimanët e këtij vendi në rrafshin juridik të dispozitave dhe rregullat e shariatit e ndjekin me dhëbën e Ebu Hanifes rahimullah. Nëse dreka që falet mas xhumas, do të thotë tek me dhëbën e Ebu Hanifes është mendim i dopt. Nuk e përkron me dhëbën shumë këtë drejtë kapta. Kjo më e fuqishme është tek me dhëbën e Shafi. Apo, edhe këtu ka një përzim, nuk është strikt edhe me dhëbën, apo, po diçka është marrë nga ne Shafive, nga ne diçka është krejt 4 me dhëbën, jashtë 4 me dhëbën, s'ka të bëjë me 4 me dhëbën. Po u boni far në aspekt një far lëmsh, po domosht kurtimisht që ka nevojë mu rregullua dhe mu kthy vendat mirë, po shkon gradualisht, shkon me butësi, shkon me urtësi, shkon me maturi, shkon me dije që ndosh, shkon me fakte, shkon me argumente, apo shkon me njerëz dishëm me rini, të shkolluar, të arsimuar që kupton, dan ngadalë gjërat inshallah bin vendat. Dhe suneti para xhumos, apo në 2 a 4 apo çash mas mirë në rrugë. Po. Ka në hadith pejgamberi sallallahu i cili do të flet për një varg veprimesh që njëri bën para xhumas, do të pej kur është te shtëpia, e në kodët e hadithit Muhamedi ka thonë edhe shkon në xhami, se ka përmendur në fund një shpëlim të madh. Edhe thotë shkon në xhami dhe nuk i don 2 vet,
Do të nuk hyp njerëzit me qafë, po ku gjon vën ulet, thot edhe falet derisa të hyp imamin hutbe. Në këtë ditë nuk ka domthon numër të caktuar të recateve që njeri i fal para se me hyp imamin hutbe. I fal 2, ka vakt i falë 2 tjetër, ka vakt i falë 2. Fal nafile sa don, kjo është në rregull. Mirë, po nuk do me fal deri atëherë, pse? Son du pjesën e mbetur të kohës derisa imamit hutbe me kalu të bodhikër. Subhanallahu alhamdulillah. Fal 4 recate, 2 nga 2, kemi mjafton inshallah. Pastaj vazhdon me pjesën e mbetur të kohës për adhurimin e caktuar që ai ja mërmana që është më e dobishme për zemrën e tij. Por nuk jetë pa u fal, edhe nuk ulet as nuk rrin kom, po falet. Nëse në rast para gjumos ka namaz.